përshëndes dhe mirë se vini, këto janë lajmet orës 16 kundër të tjera do të ndihni. Grupi teknik Koela kalon në raportin i barë për Shqipërinë, janë ambasadorët e Bashkimit Evropian që do t'japin vendimin final. Raporti i barë për Shqipërinë nuk është miratuar. Deputeti demokrate Albana Vokshi në kuvend, Gogu Gënjeu, ministri opozita ka smirë ndaj progresit. Antarësimi në Bashkimin Evropian, kancelari Merz propozon për vendet e Ballkanit Perëndimor proces të përshpejtuar. PS dhe PT bien dakord për ndryshimet në rregulloren e kuvendit, pritet votimi në seancë. Makina në kundravajtje përplaset me një tjetër, vdes një person që ishte duke lëvizur në vendin e aksidentit me biçikletë. Bordi i transparencës ndryshon sërish çmimet, ulen nafta dhe benzina. Raporti i bordit të paqes Trump Hamasi mbetet pengesa kryesore për armëpushimin. Kryeministri i Izraelit Netanyahu kritikon ministrin e tij Ben Gvir pas incidentit me aktivistët humanitar. Grupi teknik i punës në Këshillin Evropian ka miratuar draftin e raportit i barë pas një kundërshtim nga shtetet anëtare. Lajmi bëhet i ditur për News 24 nga një zëdhënës i Këshillit Evropian. Në mbledhjen e kësaj të enjte, Koela ka arritur një marrëveshje për i barë dhe dosja do t'i shkojë për miratim nesër ambasadorëve të Bashkimit Evropian, grupimi i njohur si Kureper. Nëse gjithçka shkon sipas planit, në 26 maj do të mblidhet konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkim Evropian. Një konfirmim zyrtar do të mësohet vetëm pas takimit të Kureperit ditën e premte. Por çfarë mbajti peng për muaj me radhë raportin e Ibarit, i cili konsiderohet i rëndësishëm për negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian? Lidhem tani me kolegun Osman Stafa, i cili ka siguruar dokumentet dhe do të na bëjë një krahasim mes versionit të parë dhe raportit që është miratuar nga Koela. Osman, përshëndetje. Përshëndetje Ina, atëherë siç edhe kemi qenë dëshmitar prej muajsh, çështja e raportit i barë është bërë çështje politike e brendshme në Shqipëri, teksa Partia Demokratike ka hedhur akuza ndaj Partisë Socialiste se raporti i barë nuk po kalonte për shkak se vendet anëtare, disa prej tyre kanë ngritur shqetësime serioze sa i takon korrupsionit, sa i takon çështjes ku është e përfshirë ish-zëvendës kryeministri Belinda Balluku, apo çështje të tjera të cilat lidhen me progresin e Shqipërisë, por edhe me luftën ndaj korrupsionit. Por sa pra deri tani nuk kemi parë asnjë dokument zyrtar i cili të faktonte dhe të nxirrte në pas se cilat kanë qenë realisht çështje që ka bërë që raporti i barë të mos votohet prej muajsh me radhë. News 24 ka siguruar edhe raportet të cilat kanë mbetur në klasë, pra duke mos u votuar nga Koela, pra raportet i barë të cilat janë që prej muajit shkurt dhe po ashtu edhe maj. Konkretisht, bëhet fjalë për shqetësime të shtuara të disa prej vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për mënyrën se si funksionon shteti shqiptar, drejtësia, lufta kundër korrupsionit dhe raporti i politikës me SPAK-un. Versioni i parë i raportit e hartuar në shkurt 2026 kishte një gjuhë më të butë dhe fliste për progres të Shqipërisë, por në muajin maj 2026, pas negociatave mes vendeve anëtare, teksti u ashpërsua ndjeshëm. Për herë të parë, Bashkimi Evropian përmend drejt për drejt SPAK-un dhe shpreh shqetësimin për përpjekje të shtuara dhe shqetësuese nga politikanë dhe zyrtarë përfshirë nivele të larta për të ushtruar ndikim të padrejtë mbi institucionet e drejtësisë. Një tjetër pikë e fortë lidhur me parlamentin dhe imunitetin e zyrtarëve të lartë. Raporti shton si kusht respektimin e standardeve europiane, përheqjen e imunitetit dhe përmend vendimet e Komisionit Venecias. Po ashtu Bashkimi Evropian shpreh keqardhjen për disa vendime të mëparshme të parlamentit lidhur me hetimet ndaj zyrtarëve të deputetëve.
edhe pse pa emra, kjo çështje duket se i referohet drejt për drejt i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ndaj së cilës SPA kërkoi heqjen e imunitetit për çështjen e hetimeve që kishte nisur ndaj saj për tunelin e Llogaras dhe për unazën e madhe të Tiranës, por që socialistët e rrëzuan me votë kërkesën e SPA për t'i hequr asaj imunitetin. Në raport është ashpërsuar edhe gjua për korrupsionin. Në draftin e shkurtit, korrupsioni konsideroi shqetësim serioz, ndërsa në versionin e majt ai quhet shqetësim vendimtar, një nga formulimet më të rënda që përdor zakonisht diplomacia europiane. Për herë të parë, dokumenti përmend edhe rrjetet e patronazhit, duke kërkuar masa kundër keqpërdorimit të shtetit dhe burimeve publike për qëllime politike. Raporti po ashtu ngre shqetësim edhe për sektorin e ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme, mungesën e transparencës të ndërmarrjeve shtetërore, problemet me pronat në Bregdet, shpronësimet pa kompensim të drejtë, rotacionet dhe integritetin në polici. Në dokument gjithashtu thuhet se Shqipëria duhet të trajtojë çrregullimet në sektorin e pasurive të paluajtshme dhe industrisë së ndërtimit si pasojë e korrupsionit. Ndryshimet tregojnë se disa vende të Bashkimit Evropian kanë kërkuar kushte më të forta dhe më konkrete për Shqipërinë përpara avancimit të mëtejshëm të negociatave. Raporti i majt konsiderohet dukshëm më kritik ndaj qeverisë shqiptare se sa drafti fillestar i muajit shkurt. Këto të paktën kemi arritur të zbulojmë pra draftet e para të raportit i Bar, ku qartazi duken edhe shqetësimet që kanë ngritur disa vende të Bashkimit Evropian që lidhen me korrupsionin, me çështjen e imunitetit në kuvendin e Shqipërisë, konkretisht e lidhur kjo me çështjen Balluku, ku socialistët vendosën të bllokojnë drejtësinë në rastin konkret, duke argumentuar dhe duke deklaruar se nuk mund të merrej një vendim dhe heqja e imunitetit ndaj zonjës Balluku, duke e cilësuar si një masë ekstreme. Ndërkohë do të mbetemi për të kuptuar dhe për të zotruar edhe raportin e fundit në ditët në vijim të Coelhas, pra raportin e miratuar ditën e sotme për të kuptuar se çfarë ka ndryshuar dhe si ka evoluar e gjithë kjo situatë. Pra tani fjala i takon ambasadorëve të Bashkimit Evropian dhe nëse ata do të dalin unanimisht me një vendim për të vijuar më tej këtë proces, data 26 maj është data kur do të mund të vendoset Osman? Po, patjetër tashmë me kalimin e raportit i Bar nga Coelha, tashmë i takon ambasadorëve, ata të cilët do të shqyrtojnë gjithë ecurinë, gjithë raportin dhe çfarë ka ndodhur deri në këtë moment, në mënyrë që më pas të zhvillohet edhe takimi ndërqeveritar mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Mirë, faleminderit shumë Osman për detajet që përcolle. Faleminderit juve. Ishim me kolegun Osman Stafa në këtë lidhje të drejtë për drejtë, ndërkohë eci më tej para publikimit të këtij lajmi gjatë seancës plenare. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu është vënë në qendër të kritikave të opozitës për informacion të pavërtet lidhur me ecurinë e raportit i Bar. Deputetja Albana Vokshi e përgënjeshtroi deklaratën e tij të së martës duke i kërkuar të bëjë ndjesë publike. Raporti i vlerësimit të piketave të ndërmjetme, apo si ju jeni mësuar që ta thërisni me gjuhën teknike, pra me akronimin teknik i Bari, tashmë ka kaluar nga grupi i punës në grupin e ambasadorëve të vendeve anëtare, të vendeve të përhershme. Kjo ishte deklarata e Ministrit të Drejtësisë Toni Gogu të martën, kur njoftoi se grupi teknik i punës në Këshillin Evropian Coelha i ka kaluar raportin e vlerësimit të piketave të ndërmjetme për Shqipërinë, i njohur ndryshe si i Bar, mbledhjes së ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, që përbën nivelin e dytë të vendimarrjes brenda Këshillit Evropian, por deputetja demokrate Albana Vokshi përgënjeshtroi deklaratat e Ministrit Gogu, duke thënë se duhet të kërkojë falje për shpërndarjen e një lajmi të pavërtet. Si mundet pa ju dridhu qerpiku, me çfarë pa ftyrësie, ose pa aftësie, ose pa dijenie, mundet një ministër të japi një lajm që s'është i vërtet. Pra të mashtroj publikun. Dhe ky është një burim i sigurt, të paktën 3 vende anëtare nga 27 kanë pasur probleme me grup kapitullin e parë, ku janë 5 kapitull, të cilat nuk e kanë miratuar, e kanë shtyrë të paktën për të premten. Ndaj Ministri Gogu, që shpërndan lajme krejt të pavërteta, për t'i dhënë Edi Ramës një merit që nuk e meriton, pavarësisht se ne si opozit miratuam edhe rezolutën për të shprehur vullnetin ton, si mundet që të mashtroj publikun, të dalit kërkoj falje.
Vetë ministri i drejtësisë nuk i risolli fjalët e thëna pak ditë më parë, por konsumoi politik duke akuzuar opozitën se ka kontribuar në ngecjen e procesit të integrimit me mijëra akuza. Negociata lëviz dhe nuk ngec, dhe gjatë kohës që kolegët e Ministrisë Drejtësisë dhe gjithë institucionet e pavarura të drejtësisë punonin, më vjen keq që juve keni kontribuar në 8.000 akuza të ngecjes së procesit. Kjo ka lidhje vetëm me të smirën që ju bën që ju të mos shikoni se si progreson Shqipëria, se si progresojnë institucionet dhe i vetmi formacion shoqëror në Shqipëri që është mërthyer 36 vjet përpara dhe ngec atje në standardet e korrupsionit madhor, në standardet e ndërhyrjes në pavarësinë e sistemit gjyqësor, në standardet e një shteti të kapur, jeni ju. Në një deklarat për mediat, kreu i grupit socialist Auland Balla shpreu bindjen se gjatë këtyre ditëve do të ketë lajme të mira për Shqipërinë. Jemi në përmbyllje të një jave brenda së cilës Bashkimi Evropian në respekt të atyre procedurave birokratike të vetat kalon nga grupi punës tek komiteti i përfaqësuesve, pra nga Koela tek Koreperi nesër, ku i farë mënyre miratohet gjithë ajo punë kolosale e bërë nga Kancelari Gjerman Friedrich Merz ka propozuar që vendeve të Ballkanit Perëndimor t'ju jepet statusi vëzhguesit Bashkimit Evropian dhe të punohet me proces të përshpejtuar për integrimin e tyre, ndërsa Ukrainës t'i jepet statusi antare asociuar pa të drejtë vote. Në një letër që Merz u dërgoi liderëve të Bashkimit Evropian, ai vlerëson se nevojitet një dinamike re për Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe Moldavinë. Ukraina duhet të marrë një antarësi të asociuar në Bashkimin Evropian si një hap vendimtar në rrugën e saj drejt antarësimit të plot, ndërsa Ballkani Perëndimor dhe Moldavia gjithashtu mund të afrohen me Bashkimin Evropian dhe procesi i tyre i pranimit të përshpejtohet. Kjo është kërkesa që kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz u bëri liderëve të Bashkimit Evropian përmes një letre drejtuar atyre. Në letër Merz propozon një dinamik të re pranimi në BE për kandidatët aktual, Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe Moldavinë. Kjo sepse, siç shkruan ai, zgjerimi i Bashkimit Evropian është një domosdoshmëri gjeopolitike, por edhe një proces që zgjat shumë. Në pjesën e parë të letrës, duke u përqendruar në Ukrainë, Merz propozon një model antarësie të asociuar. Ndërsa Ukraina duhet të bëhet një shtet antar i plot, është e qartë sipas Merz se procesi i pranimit nuk do të përfundojë së shpejti. Megjithatë, nuk kemi kohë për vonesa të mëtejshme. Tani është koha për të ecur me guxim me integrimin e Ukrainës në BE përmes zgjidhjeve inovative si hapa të menjëhershëm përpara, shkruan ai. Në pjesën vijuese të letrës, kancelari gjerman pohon se Bashkimi Evropian duhet të qëndrojë vendosur në premtimin e tij se vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavia mund të bashkohen me Bashkimin Evropian. Unë sugjeroj që të shërtojmë zgjidhje inovative edhe për ato vende kandidate që janë përgatitur për pranimin e tyre prej kohësh dhe që të përshpejtojmë edhe procesin e tyre të pranimit. Së bashku me kolegët do të vazhdoj të punoj për këtë, shkruan Merz. Ai propozon që BE-ja mund të parashikojë edhe për këto vende hapa të konsiderueshëm në rrugën e tyre drejt antarësimit, me për shembull akses të privilegjuar në tregun e brendshëm dhe lidhje më të ngushta me institucionet europiane në procesin e përditshëm të vendimmarrjes. Mbështetja e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të jetë një ndër 4 prioritetet që Eric Wend, kandidati për ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, ka veçuar gjatë seancës dëgjimore përpara Komitetit për Marrëdhëniet me Jashtë në Senatin Amerikan, nëse gjithmonë konfirmohet në atë detyrë.
Kandidati presidenti Donald Trump për postin e ambasadorit në Tiranë dha që në fjalën e parë para Senatit Amerikan një mesazh të drejtë për drejtë për atë që SBA e sheh si përparësi në Shqipëri, luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Linja e parë do të përqendrohet te rrugët për ta bërë Amerikën më të sigurt, mbështetja ndaj Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar ndërkombëtar dhe trafikut të drogës lidhur me kartelet latinoamerikane do të ndihmojë që si Amerika ashtu edhe Shqipëria të jenë më të sigurta. Erik Ewen do ndal kryesisht në bashkëpunimin e ushtrisë shqiptare me NATO-n me një karrierë prej 34 vitesh në ushtrinë amerikane. Ai tha se i ka njohur shqiptarët dhe vlerësoi trimërinë e tyre. Si komandanti i forcave speciale të NATO-s, trupat speciale shqiptare ishin pjesë e komandësime dhe kam punuar me ta në terren. Në Afganistan kam shërbyer me trupat shqiptare. Trupat shqiptar më shirojnë shpirtin luftarak të heroit shqiptar Skënderbeut dhe se njerëzit janë krenar, punëtor dhe mikpritës. Në pritje të vendimit, Ewen foli për portin e Porto Romanos si një pikë strategjike e aleancës. Porto Romano është një nga portet kyçe në Shqipëri. Nëse në të ardhmen do të ketë një terminal të sigurt ngarkesash dhe një infrastrukturë të përshtatshme, ai mund të shërbejë si një pikë shumë e rëndësishme për NATO-n. Ish ushtaraku vlerësoi edhe punën e SPAK. Puna e tyre është kritike për sa kohë mbeten të pavarur dhe jo politik. Kjo ndikon edhe në klimën e biznesit, rrit transparencën dhe ndihmon bizneset amerikane në Shqipëri duke balancuar situatën. Po ashtu, i nominuari për ambasador Ewen foli edhe për investimin e dhëndrit të Trump në Sazan, ndërsa u shpreh se detyra e tij është të ndihmojë të gjitha bizneset amerikane pa trajtim preferencial apo diskriminues bazuar në individ të caktuar. Shqipëria nuk është gati që në zgjedhjet e ardhshme lokale të shkojë me një hartë të re territoriale. Kështu u shpreh nga Pogradeci, ambasadori i OSBE-s në Shqipëri Michel Taran, duke theksuar se OSBE mbetet e angazhuar vazhdimisht në komisionin e posaçëm me rekomandime që reforma të jetë sa më efektive për të gjitha zonat. Ambasadori i OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, nga Pogradeci foli për reformën zgjedhore dhe hartën e re territoriale, duke u shprehur se prezenca e OSBE-s në Shqipëri është angazhuar vazhdimisht në komisionin e posaçëm me rekomandime që reforma të jetë sa më efektive për të gjitha zonat. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri është angazhuar në këtë punë për të mbështesur komisionin e posaçëm që nga fillimi vërtet punuar le të themi ngadalë, kanë humbur kohë, por gëzohemi që kanë rifilluar punën e tyre dhe si e keni thënë, kanë punuar në temën e financimit të partive, që është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës politike në ndonjë vend demokratik. Ambasadori Taran tha se Shqipëria nuk është ende gati që në zgjedhjet e ardhshme lokale të shkojë me një hartë të re territoriale. Deri tani nuk kam të quar që do të ishte gati një hartë e re, do të shikojmë. E di që edhe për këtë kanë mendime të ndryshme. Mund të konsiderojmë që jemi akoma në periudhë tranzicion në Shqipëri. Mendoj që duhet të gjejmë një sistem që është më e përkatshëm për vendin tuaj. Sa i takon pakënaqësive të partive të vogla në lidhje me reformën zgjedhore që dominohet nga partitë e mëdha, ambasadori u shpreh se duhet të gjendet një sistem më i përshtatshëm për të gjitha palët. Gjatë interpelancës së mbajtur në kuvend me ministren e Shëndetësisë Evis Sala, deputeti Sajmir Koreshi ka denoncuar kushtet në Spitalin e Lushnjës, teksa i ka cilësuar ambientet e shëndetësore si qenefhane. Me replik të tij, ministra Sala u shpreh se problematikat në spital nuk janë krijuar së fundmi, por janë trashëgimi e mungesës së investimeve ndër vite. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi gjatë interpelancës në kuvend me ministren e Shëndetësisë Evis Sala denoncoi situatën sipas tij të vështirë në Spitalin e Lushnjës. Deputeti e nisi fjalën me ironi, duke e pyetur ministren nëse kishte ngrënë mëngjes, ndërsa tregoi mëngjesin që u serviret pacientëve në Spitalin e Lushnjës. Pyetja e parë ime drejtuar për ju është: a keni ngrënë mëngjes? Se unë po ju ofroj mëngjesin e Spitalit Lushnjë pacientëve. Ky është mëngjesi që hahet nga pacientët e Spitalit Lushnjë. Deputeti akuzoi ministra se ambientet e qendrës shëndetësore janë zhvendosur në ambiente të papërshtatshme që i cilësoi si qenefhane. Kush e mban këtë përgjegjësi?
që të gjithë pacientët e spitalit Lushnjë të rrinë në qenefhane. Kush? Pse nuk vini bashkë me mua dorë për dore të vizitojmë ambientet e spitalit Lushnjë? Pyetje drejt për drejt nga pacientët dhe nga qytetarët e Lushnjës. Qa punë bën Ministri i Shëndetësisë? Rrinë në aeroplan apo do të shikojë dhe spitalet që kanë në varësinë e saj? Se prap nga ky raporti që thoni ju janë mbi 100 milion lek ilaçet s'ka duara. Në përgjigje të Koreshit, Ministri e Shëndetësisë Visala tha se problematikat në spital nuk janë krijuar së fundmi, por janë trashëgimi e mungesës së investimeve ndër vite. Ne kemi zgjedhur rrugën më të vështirë, por më të përgjegjshme, të investojmë duke garantuar vazhdimsinë e shërbimit. Për këtë arsye është miratuar dhe po zbatohet një plan i përkohshëm riorganizimi dhe shërbimet e urgjencës, imazhrisë, kirurgjisë dhe repatet e tjera vijojnë aktivitetin e plot në ambiente të tjera funksionale të spitalit. Ka një dallim të madh mes kritikës konstruktive dhe përpjekjes për të deformuar realitetin. Ministri u shpreh se qeveria i mirëpret kritikat konstruktive, por kundërshtoi sipas saj retorikën që tenton të paraqes spitalet publike si struktura të braktisura. Është e lehtë të bësh opozit me batuta. Më e vështirë është të ndërtosh spitale, të financosh aparatura dhe të mbash sistemin në punë gjatë rikonstruksionit, siç ne po bëjmë sot. Teksa replikoi me ministra Sala, Koreshi ironizoi fjalën e saj duke e cilësuar si revistë televizive. Po e turp kur dili pas qyr kur thoni këto. Nuk u vjen turp. Po hajde pra shkojmë në Lushi të dy dhe të shikosh se çfarë strukture ke. Kaq. Turp. Sepse po të kishin një fije të cipe, thoshit u boku po e pas kam lënë shëndetësinë. Si rrika mu këtu. O bobo. Në kryetari i parlamentit Agron Gjek Markaj në vim të vizitës zyrtare në parlamentin e Austrisë ka zhvilluar një takim me kryetarin e grupit parlamentar të miqësisë Austro-Shqipëri, Michel Hammer, si dhe me antar të këtij grupi parlamentar. Gjek Markaj ka falenderuar deputetët austriak për mbështetjen e vazhdueshme që Austria i ka dhënë Shqipërisë në proceset demokratike dhe integruese, duke theksuar se integrimi europian duhet mbetet një proces i bazuar mbi meritën, standarde demokratike dhe shtetin e së drejtës. Në kryetari i parlamentit ndau gjithashtu shqetësimet lidhur me zgjedhjet e 11 majit, problematikat e evidentuara dhe në raportin e OSBE Odirit, nevojën për më shumë hapësira demokratike për opozitën në jetën institucionale shqiptare, si dhe fenomenin e rrezikshëm të unifikimit të partisë me shtetin. Bëjmë tani një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak. Ndikim tani deputetin e Partisë Demokratike në parlament e në Boston teksa flet për paketën e maleve. Ky është problemi kryesor që kanë këto qarqe sot. Është e vërtet kjo që na thuhet apo jemi këtu në një shakat madhe? Të firmosim një çek i cili pastaj ne nuk e dim se si ku do shkojë dhe ku do përfundojë. Unë nuk jam kurrësi kundër edhe shtegut prej 80 apo 180 kilometrash, por mendoj që një familje ka ca prioritete. E nëse Lezhë, Shkodra, Malësia e Madhe vuan nga rrugët bytësore të tërësore, vuan nga mungesa e infrastrukturës e kanalizimeve, si mundet 100 milion euro të shkojnë në drejtim tjetër? Në ashtën që janë të mbuluara edhe me projekte tjera, kam gërmuar, kam kërkuar, nuk kam gjetur ndonjë projekt i cili praktikisht shkon dhe merret eksaktësisht me këto probleme për shtetin vendor. E mi të gjitha kemi dhe i problem tjetër. Problemi që ka të bëjë me kush do t'i menaxhoj këto para. Kush do t'i menaxhoj 100 milion euro. Sepse është shumë e qartë që projekte specifike për 100 milion euro ne nuk kemi. Po kush do i menaxhoj? Është njësoj sikur t'i varesh ujkut të mëlçit në qafë, do të thoja, sepse edhe në këtë rast është zgjedhur Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Tani, ky institucion është kthyer prej kohësh në një sinonim të mungesës transparencës në prokurimet publike. Raportet e monitorimit të pavarur tregojnë se Fondi Shqiptar i Zhvillimit është kampione e tendereve me flamur të kuq.
ku konkurenca është asgjësuar dhe ku fituesit shpallen me oferta thuajse të barabarta me fondin limit, shpesh duke skualifikuar të gjithë operatorët e tjerë garues. I kujtojmë atyre që na ndjekin se tenderat abuziv që kanë përfunduar në ndyrët e prokurisë posaçme, si për shembull e mbani mend menuja e gastronomisë, ku FSHZ-ja shpenzonte 400.000 euro për të printuar një menu në disa flet palosja. E mbani mend këtë besoj. Ky është standardi i institucionit që po i jepen tani të menaxhojë dhe 100 milion euro të tjera. Dhe unë besoj që nuk mundet dot, edhe në retorik politike që s'm duket fare e ndershme, duke i thënë deputetëve kolegë të opozitës që ju e doni Shkodrën, nuk e doni Shkodrën, kjo është qesharake, nuk mundet dot. Ai që do Shkodrën, ai që do Everiun, vërtet i do këto para, po mbi të gjitha, duhet të sigurohet si deputet që është duke bërë detyrën e tij, që të kërkojë jo vetëm transparencë maksimale, po dhe procedura transparente deri në fund. Jo vetëm projekte identifikuara, por dhe gjumëshmëri të efektivitetit publik se ku dhe si do të shpenzohen këto para. Kështu që askush nuk është kundër investimeve në Shkodër apo në gjithë Shqipërinë, por sigurisht jemi kundër investimeve të cilat unë besoj, si që mendojnë gjithë, që do të përdoren thjesht për fushat elektorale dhe për të gostisur ata që duhen gostisur për të siguruar votat e radhës. Edhe me qënë se jam këtu dhe kam pak minuta, më vjen keq që ministri mungon, duhet ngre dhe një shqetësim tjetër që më erdhi ndërkaq ndërsa mbaj ky diskutim. Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës apo ka hapur 2 tendera ndërkombëtar që kanë lidhje me bypassin e Elbasanit. Si gjithmonë, është përpjekur për të përjashtuar nga gara të gjithë ofertuesit ndërkombëtar. Tenderi ndërkombëtar është për 30 ditë, në një kohë që të gjithë ofertuesve ndërkombëtar evropian, kompanive evropiane i kërkohet që të ekuivalentojnë licencat e tyre teknike profesionale tek Ministria e Përkatësa. Ju them vetëm diçka që përgjithsisht kërkon afërsisht më shumë se 40 ditë për të bërë ekuivalentime të tilla. Dhe kjo është një histori e cila është përsëritur dhe përsëritur, një nga truket e vogla, por shumë fitimprurse do të thoya unë, për të nxjerrë jashtë loje të gjithë ofertuesit kompanitë normale evropiane dhe për ta mbyllur ofertën brenda ciklit të ngushtë të atyre që furnizohen nga paratë e qeverisë. Dhe kjo është arsyeja pastaj pse tenderat na dalin me 2 herë, 3 herë apo 7 herë më të shtrenjta nga se duhet të dalin. Prandaj nuk e din nëse më dëgjon zoti ministër, merruni me këtë procedurë se është turp i madh që ne të përjashtojmë kompanitë evropiane mbi baza të pastra teknikaliteti edhe mbi artificat të këtij lloji. Faleminderit. Faleminderit zoti Bosto. Fjalën e ka zonja Çelat, përgatitet zonja Tabaku. E nderuar drejtuese e seancës, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Në fakt, do doja të kisha më tepër prezent kolegë në sallë tani në këtë moment, por që kjo është një çështje për një moment tjetër. Të dyja palve të sallës. Kur flasim për Shkodrën dhe veriun e Shqipërisë, shpesh flasim për potencialin. Për Alpet, për liçenin, për Bunën. Jo seanca parlamentare, ndërkohë ne vijojmë me lajmet. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj nuk është vendosur përrapa kafansit për xhamin në gjykatën e posaçme, por është ulur në bankën e të pandehurve për krah avokatit të tij. Ish-ministri Beqaj, sikurse edhe politikanë të tjerë në gjykatën e posaçme, ka pretenduar prej kohësh se mbajtja prapa kafansit të xhamit ishte një trajtim çnjerëzor. Gjatë seancës, avokati Beqaj i bëri kërkesë gjykatës që të pushohet çështja penale dhe të dërgohet për gjykim incidental në gjykatën kushtetuese. Nga ana e tij Ilir Beqaj foli për pengesë për mbrojtje efektive dhe sipas tij kallëzimin e nismës thurje lidhur me interesin e personit që e drejtonte dhe që kishte qëllim goditjen e tij. SPAK e akuzonin Ilir Beqajin për aferën e koncesionit të sterilizimit dhe ka ngritur ndaj tij akuzat e rënda. Koncensioni i sterilizimit ishte me afat 10 vjeçar dhe është konsideruar si koncensioni më i shtrenjtë i shëndetësisë në vend. Ish deputetja socialiste Klotilda Bushka për rreth 2 orë ka qëndruar këtë të njëjtën në SPAK, por në dalje nuk ka dhënë asnjë shpjegim
Përse ishte thirrur? Burimet i thanë gazetares së News 24 se Bushka është pyetur si person në dieni për fraksionin 2 të dosjes Veliaj, që lidhet me aktivitetin e vëllait të tij. Bushka është marrë në hetim nga prokuroria e posaçme për pengim të hetimeve të kryera ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Nga hetimet e SPAK dyshohet se ish-deputetja Bushka ka orientuar dëshmitarët se çfarë duhet të deklarojnë kur të merren në pyetje nga prokurorët e posaçëm. Babai i Ervis Martinajt ka dëshmuar në gjykatën e posaçme në procesin për sekuestrimin e pasurive, duke këmbgulur se të ardhurat e familjes burojnë nga aktiviteti i lishëm ndër vite. Në dëshminë e tij ai foli edhe për zhdukjen e të birit, duke shprehur zgënjim për mungesën e përgjigjeve nga autoritetet pas 4 vitesh. Mustafa Martinaj, babai i Ervis Martinajt, i njohur si mbreti i kumarit, i zhdukur pa gjurmë prej 4 vitesh, dëshmoi këtë të njëjtën në gjykatën e posaçme në kuadër të procesit gjyqësor që lidhet me sekuestrimin e pasurive të tyre. Gjatë dëshmisë së tij, babai i Ervis Martinajt deklaroi se është ekonomist me profesion dhe se prej 30 vitesh ushtron aktivitet në fushën e biznesit. Përpara trupës gjykuese, ai deklaroi se pas vitit 97 është angazhuar në aktivitet privat, duke administruar ekskluzivitete në 4 rrethet vendit dhe duke realizuar sipas tij të ardhurat të konsiderueshme, të ndikuar edhe nga periudha e luftës së Kosovës dhe remitancat e larta të kohës. Mustafa Martinaj deklaroi se në vitin 2007 ka punuar si administrator banke, aktivitet nga i cili siguronte rreth $60.000 të ardhura, ndërsa pretendoi se disponon rreth 3.5 milionë euro të ardhura dhe rreth 6 milionë euro kredi, të gjitha të dokumentuara me vendime bankare. Sipas tij, pasuritë janë krijuar nga puna dhe aktiviteti i ligjshëm ndër vite, gjë që mund të vërtetohet me dokumenta. Familja ime përbëhet nga unë, bashkëshortja, 2 vajza dhe i ndjeri djali im që nuk është më. Më vjen turp që vi për lecka e për tulla dhe nuk jam thirrur njëherë nga ana juaj për shtukjen e Ervisit. Kam dhënë deklarime, por nga ju asnjë sinjalizim, theksoi babai Martinajt. Ai shpjegoi më tej se i biri ka kryer një pjesë të studimeve në Itali, por nuk u diplomua, pasi u kthye në Shqipëri ndërsa vitet e fundit ai tha se merre me aktivitetin e lërave të fatit. Nëse do të më pyeste mua, s'do të hynte as e rruge, tha i moshuari. Ai deklaroi se pas shtukjes së të birit, familja e tij është përndjekur nga policia, për sa kohë që janë ushtruar 23 kontrolle. Ervis Martinaj rezulton i zhdukur prej 4 vitesh dhe autoritetet ende nuk ka një përgjigje për fatin e tij. Ai ishte në përplasje me disa grupe kriminale në vend për shkak të lërave të fatit dhe në luftën e ashpër mes tyre ju ekzekutuan disa prej njerëzve të besuar. Përfshirë edhe kushëririn e tij Brillant Martinaj dhe 2 miqtë e tij tek mbikalimi i fushkrujës. Prokuroria e Tiranës do të rihap hetimet ndaj Gjergj Cukalit, i njohur si Forti Myslimshyrit, për vrasjen e ish-policit Arben Bilali në 2019. Vendimi është marrë nga gjykata e apelit, e cila ka rrëzuar pushimin e çështjes dhe ka urdhëruar kryerjen e veprimeve të reja hetimore brenda 3 muajve. Ne shkojmë tani me Parlamentin, është Jorida Tabaku, ndjekim fjalën e saj. E sa më sipër nuk është thjesht as një mendim, as një opinion i opozitës, por është një realitet që kushdo në këtë vend përballet çdo ditë. Shqipëria e vërtet nuk është ajo e propagandës, dhe këtu nuk bëhet fjalë as për pak të rritur, as ekonomi që po rritet, as inflacion që mbahet në kontroll. Fatkeqësisht Shqipëria është e atyre që çdo ditë jetojnë me faturat e rritura e me pagat e ulta. Është e njerëzve që e paguajnë më shtrenjtë çdo produkt ushqimor sot, është e familjeve që i duhet mbi 20 vite për të blerë një apartament. E diferenca mes Shqipërisë propagandës e Shqipërisë reale është dramatike. Është diferenca mes zhurmës së propagandës e heshtjes së shumicës që sot fatkeqësisht po varfrohet. Problemi i Shqipërisë nuk është mungesa e rritjes ekonomike. Problemi është që rritja ekonomike është kapur nga pushteti, është kapur nga një pakic, ashtu siç është kapur çdo gjë në ekonomi. Ky është edhe thelbi i modelit ekonomik. Nuk ka ndodhur rastësisht që ne sot kemi një treg që nuk është treg, kemi qytetarë që paguajnë më shumë, kemi një shtet që nuk e mbron konkurrencën e nuk lejon garën në asnjë sektor. Sot fatkeqësisht është kthyer në një ekonomi rente, privilegji e ligjesh speciale. Është ndërtuar hap pas hap gjatë këtyre 14 viteve. Flasim për pagën 800 euro, por shumica e shqiptarëve sot është nën pagën minimale. Dhe e vërteta është se kjo rritje ekonomike, që fatkeqësisht lidhet vetëm me një grup të vogël njerëzish, nuk shkon ashtu siç duhet edhe për pagat minimale. Kjo është ekonomia ku sot statistikat pasurohen më shpejt se qytetarët. Le të marrim një shembull, për shembull atë të taksës së fshehur. Prej vitesh thoni që keni indeksuar e keni rritur pagën minimale
njëkohësisht dhe fasha e tatimit me të ardhurat për inflacionin. Po çfarë ndodh realisht? Realisht ndodh që sot shteti me gjithë se deklaron që rrit çdo vit e indekson çdo vit pagën, kjo nuk bëhet në përputhje me rritjen e çmimeve. Sa herë që rritet paga minimale, e gjitha shkon vetëm në taksa dhe tatime që paguajnë qytetarët. Shifrat flasin që mbi 800.000 punonjës kanë paguar një rritje taksash 50 milion euro këtë vit, që është e gjitha e mbajtur pikërisht nga ato që kanë pagën më minimale. Po, do kishim një shtet normal, do flisnim për rrugë, për investime, po ku shkojnë këto para? A shkojnë tek qytetarët, a shkojnë tek pensionistët, a shkojnë tek shëndetësia, tek arsimi? Jo, në asnjë rast nuk shkojnë tek asnjë nga këto grupe. Një qytetar sot i zakonshëm paguan 23% deri në 27% taksa. Një investitor strategjik sot paguan 1.2% taksa. Kjo është Shqipëria. Kjo është Shqipëria e socialistëve, kjo është Shqipëria që ndajnë favoret e privilegjet në këtë parlament. Punëtori shqiptar taksohet më shumë se ato 80 investime strategjike që janë miratuar e kanë dalë nga ligji më kontrovers i 35 viteve, ligji investitorëve strategjik. Ju i thoni kapitalizëm, në fakt ky është thjesht feudalizëm modern me ligje e me vendime qeverie. E ndërkohë që qytetarët paguajnë më shumë taksa, është lejuar që një pjesë e madhe e tregut sot kapet nga oligopolet e të kapet në mënyrë të tillë që vetëm 2 ose 3 biznese kanë mundësi të marrin pjesë në këto tregje. E kjo sigurisht që është për shqiptarët që nuk hanë statistikat e Istatit, po jetojnë me ato produktet e çmimeve të rritura që çdo ditë shiten në tregje. Pse ndodhi kjo? Sot po ju jap disa elementë. Sot tregu i miellit ka një përqendrim 2.900 pikë, i vaj 3.700 pikë, i karburanteve 2.400 pikë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që të gjitha këto tregje kontrollohen nga shumë pak kompani. E kur tregu kontrollohet nga pak duar, nuk ka më konkurrencë. Kemi monopol, kemi oligopol, kemi rritje taksash, kemi rritje çmimesh që në fund të ditës i paguan qytetarit shqiptar. Sipas çdo standardi minimal, po edhe të vendeve të rajonit, jo më standarde europiane e ndërkombëtare, ky quhet treg i kapur. Kur çmimet rriten në bursë, kjo është arsyeja pse kur nuk rriten në bursë, kjo është arsyeja pse rriten menjëherë në Shqipëri. Kjo është arsyeja që kur çmimet bien në bursë, këtu përsëri nuk bien, vazhdojnë që të mbeten të larta, sepse e gjithë diferenca shkon përfitim për ato biznese që sot janë afër pushtetit. Ky është inflacioni lakmis. Ky është sistemi ortakris midis pushtetit dhe monopoleve ku gjithmonë fiton pakica, asnjëherë nuk fiton shumica. Shqiptarët nuk varfrohen vetëm nga rritja e çmimeve, nuk varfrohen vetëm nga inflacioni, varfrohen nga monopolet. Dhe kush duhet ta mbronte konkurrencën? Çdo institucion, duke nisur nga i pari tek Ministria e Ekonomisë deri tek i fundit tek Autoriteti i Konkurrencës, fatkeqësisht janë duke heshtur e nuk janë duke e bërë këtë. Kjo lidhet njëkohësisht dhe me prokurimet publike. Vetëm 20 kompani kanë marrë 58.5% të gjithë tenderave publike. Në disa raste këto kompani fitojnë me 70-80% tenderave në të njëjtat institucione. Nuk ka garë, praktikisht ka vetëm ndarje të pazareve me kompani të caktuara me secilën prej ministrive. E pastaj vini flisni këtu për konkurrencë, vini flisni këtu për treg, për meritokraci. Në Shqipërinë e sotme nuk fiton më i miri, nuk fiton ai që konkuron më mirë me çmimin më të ulët, fiton ai që është i lidhur me pushtetin. E ndërkohë që një pakicë pasurohet, shumica mbahet në këmbë edhe me atë sistemin e patronazhimit. Dhe ky është niveli i tretë, në fakt, i sistemit krijuar nga socialistët. Analizat tregojnë se çdo zgjedhje, administrata publike 6 muaj përpara rritet me 2.1%. Është një tendencë që ka ndodhur një herë në 2 vite sa herë ka pasur zgjedhje. Nuk është rasti. Kjo është strategji. Është strategji jo për ta zgjeruar shtetin, as për procesin e integrimit, as për të shërbyer qytetarëve, po për ta zgjeruar shtetin që këto punonjës të kontrollojnë çdo votues, sepse ekonomia private është varfruar fatkeqësisht aq shumë sa që sot pjesa më e madhe e qytetarëve varet nga shteti, nga të ardhurat që jep shteti, nga përfitimet që jep shteti, nga ndihma ekonomike, nga mbështetja që jep shteti. Ndërkohë që Shqipëria po zbrazet, Kuksi, Dibra, Lezhë, janë të gjitha qytetet të cilat e kanë pagën 2.2 më të ulët se Tirana. Janë qytetet të cilat kanë një papunësi rinore prej 40%, që nuk ndodh në asnjë vend afrikan që të rinjt të jenë në masë
1 në 2 jashtë tregut të punës. E të rinjt fatkeqësisht po largohen. Kjo është tendenca që ka sot Shqipëria, sepse sot sistemi i largon ato. Sistemi i krijuar ekonomik i pushtetit, i lidhjeve korruptive të pushtetit me biznesin, sot fatkeqësisht po largon të rinjt shqiptar. E ato nuk hikin vetëm nga varfëria, hikin njëkohësisht dhe nga padrejtësia. Hikin nga padrejtësia e mungesës së hapësirës ekonomike, hikin nga pamundësia e investimeve të tyre, hikin nga pamundësia dhe arsimit dhe shëndetësisë, por mbi të gjitha hikin edhe nga një shtet që fatkeqësisht sot po i detyron gjithmonë më shumë të largohet. Kjo është tragjedia më e madhe, sepse kur qytetari humb besimin ke tregu, ke shteti, ke drejtësia, ai humb besimin edhe tek e ardhmja. Prandaj kjo betejë nuk është vetëm për ekonominë, kjo betejë nuk është vetëm për taksat, nuk është vetëm as për pagën minimale, as për inflacionin. Kjo është një betejë për Shqipërinë dhe për të ardhmen e Shqipërisë. Faleminderit. Zonja Selami, keni fjalën të përgatitet zoti Leskaj. Mirë, ndoqëm zonjën Tabaku nga parlamenti, një seancë e cila ka nisur që herët për ditës së sotme dhe vijone ende në këtë moment që flasim, ndërkohë ecim më tej me lajmet. Prokuroria e Tiranës do të rihap hetimet ndaj Gjergj Cukarit, i njohur si Forti i Myslimshyrit për vrasjen e ish policit Arben Bilali në 2019. Prokuroria e Tiranës do të rihap hetimet për Gjergj Cukarin të Fortin e Myslimshyrit, i akuzuar për vrasjen e ish policit Arben Bilali në zonën e Selitës në 2019. Gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm vendosi të prish vendimin e gjykatës së Tiranës që pati vullosur pushimin e hetimeve dhe ktheu aktet në prokurori për të vijuar çështjen mbi Cukalin për akuzat e vrasjes me paramendim dhe armbajtjes pa leje. Në dokument gjykata e apelit ka përcaktuar veprimet hetimore që prokuroria duhet të kryej brenda një afati 3 mujor nga dita e komunikimit vendimit. Në 2020 me kërkesë të organit të akuzës, gjykata e Tiranës pushoi çështjen penale ndaj Cukalit për mungesë provash. ADN-ja e gjetur një shishe plastike që u zbulua në makinën e përdorur në vrasje, u konsiderua prove pavlefshme, pasi pretendoi se ishte marrë në kundërshtim me ligjin. Arben Bilali ish punonjës policie i cili kishte qëndruar për një kohë të gjatë i ngujuar, u qellua për vdekje në zonën e Selitës. Familjes Bilali ishin vrarë edhe 2 djemtë të tjerë, Bujar Bilali në vitin 1998, ndërsa Leonard Bilali ish mundës i Dinamos në gusht të vitit 2010. Familja Bilali ishte në hasmëri me familjen Gjebafti, dhe dyshohet se vrasjet kanë pikërisht këtë motiv. Ekzekutimi mafiozi ish polici dhe anët e errta të hetimit janë drejtuar më herët edhe në emisionin në Shënjestër në News 24. Shkojmë në publicitet, ne kthehemi pas pak.